A dini ku jam? Në muzeun e Red Bullit në Salzburg të Austrisë, Hangar 7 quhet, ndodhet në pjesën e aeroportit të Salzburgut. Kjo është pjesa e njërit prej muzeve më të veçantë të Austrisë, ku ndodhen artefakte të rralla të avionëve, makinave, helikopterëve që janë përdorur në evente të veçanta apo në pjesë të në momente historike. Këtu jam në Champagne barin që ndodhet në kulmin e hangarit. Hangarin duhet ta shihni nga jashtë, i cili është i ngritur mbi një platformë qelqi transparente me një lartësi prej rreth 50 metra. Shifeni se si është. Në këtë drejtim është një prej avionëve më të rrallë dhe më të veçantë që është përdorur nga aleatët në luftën e dytë botërore për zbarkimin në Normandi. Këtu thash jam në kulmin e hangarit, i cili është, nuk e di, disa 1000 metra katror dhe shumë interesant. Shifeni të gjithë hangarin në të dyja drejtimet. Unë jam duke ecur tani në një urë të lartë, e cila është, duhet ju tregoja, e cila është në lidh kulmin me pjesën e poshtme. Pjesa më interesante është pjesa e kësaj zone. Aty përballë është restoranti me yll Michelin i Red Bullit dhe bari i Red Bullit po ashtu. Red Bulli ka një stil shumë veçantë për restorantin e tij. Ata marrin vazhdimisht kuzhinierët më të mirë të botë dhe çdo muaj vjen një kuzhinier i ndryshëm, i cili shërben. Ne jam duke ecur thash në një urë që lidh kulmin me pjesën tjetër, ndërkohë që këtu mund të shihni artefaktet që do s'bes t'ju tregoj dhe poshtë, midis cilëve disa me vlerë shumë të madhe historike dhe disa me vlerë si mjete ekstreme, janë kopje unike, masterpiece një pjesë e tyre, ndërkohë tjerë janë pjesë të përdorura në momente të rëndësishme të historisë së botës. Po vazhdoj të zbres poshtë për t'ju treguar se si mund të shkohet edhe t'ju tregoj artefaktet një për një. Midis tyre, ndër artefaktet është dhe avioni i Josip Broz Titos, ish liderit Jugosllavisë, që kreu Red Bullit e bleu, shifeni urën në cilën hecen, kreu i Red Bullit e bleu për ta përdorur si avion të Red Bullit. Shifeni se sa e bukur është ura që lidh këtë pjesë Champagne barin me pjesën e poshtme të muzeut. Këtu jam pjesën e terracës. Shifeni tani se si është edhe hangari tjetër përballë ku ndodhet avioni Titos, siç e quajta. Ndërkohë këtu jemi në pjesën e artefakte shumë interesante, shumë interesante. Do zbres poshtë që t'ju tregoj një nga një disa nga pajisjet kryesore. Ky është bari. Ky është pjesa e barit, ja dhe avionet, helikopter, avion, Red Bull. Për momentin nuk është i gjithë koleksioni i cili është çuar në hangarin tjetër, sepse ka një vend që pritet të mbledh njerëz. Shihni edhe biçikletat e Red Bullit. Tu hyet brenda hangarit, jam pjesën e poshtme. Shifeni. I gjithë hangari është shumë interesant. Gjëja më tërheqëse këtu është gjëja më tërheqëse besoj se është ky avion të ju çoj tani. Ky është një prej helikopterëve të vjetër i përdorur nga Red Bulli. Ky është një avion i luftës dytë botërore, besoj që është i tillë, i përdor American Mustang, i përdor gjatë luftës dytë botërore, ndërkohë që më interesanti nga të gjithë është ky avion këtu, i përdor gjatë zbarkimit të Normandisë. Brenda tyre janë makinat e garave të Ferrarit, ja dhe Berlin Express quhet. Ky është avioni i madh i përdorur për zbarkimin
në Normandi. Kalojnë në këtë pjesë për ta parë pak më. Shqipëni se çfarë restaurimi është bërë. Ishin avionet e parë të cilët gjatë luftës dytë botërore u përdorën për zbarkimin në Europë dhe për bombardimin e Gjermanisë së asaj kohe. Sot është i pikturuar nga Red Bulli. Avioni është i jashtëzakonshëm, spektakolar kur e shef. Shihni edhe vendin e pilotit e ka krejtësisht të këtu është mitraljeri, në fakt këtu është piloti, ky është mitraljeri, piloti është në pjesën e sipërme. Shihni se çfarë mrekullie është. Ndërkohë që nën këtë pjesë janë makinat dhe avioni tjetër i Red Bullit, avionët që përdoren për manovrimet në hapësirë. Dhe këtu duket edhe më mirë i gjithë hangari, i inauguruar mes dhe fillim viteve 2000 dhe që përdoret sot si një prej muzeve më të veçantë të Austrisë, ja dhe makinat e Red Bullit. Këtu ka qenë thash edhe kapsule e famshme që fluturoi nga hapësira. Ja dhe avion të Red Bullit që përdoren për ushtrimet në ajër. Dhe makina tjera, ndërkohë këtej do dalin për shkuar në pjesën e hangarit ku mbahen avionet e pa ekspozuar. Këtë drejtim duhet me kalu aty, sepse është dhe aeroporti i Salzburgut, atje duhet shkojmë. Është avioni i Titos, i cili u ble nga Mateshik rreth vitit 2004 dhe u përdor dhe për fluturime të tijat. Këtu vijojnë avion tjerë, US Air Force dhe avion tjerë. Ky avion u përdor ca kohë nga Kaunda, lideri i Zambias. Është shumë interesant, nuk e dia mund të shihet në brendësitë të tij. Është dera. Kjo është pjesa. Ky është pra avioni i përdorur nga Tito. Ndërkohë në anën tjetër shihet hangar Sieben. Ja, ana tjetër. Kjo është pjesa ku është mirëmbajtje, por natyrisht fal miqve mund ta shohin. Fal securities që është shqiptar. Dikush po ngjitet. Është avioni i përdorur nga lideri i Jugosllavisë, pjesa e pilotëve. Ndërkohë ky është avioni presidencial brenda. Pjesa e parë, ku me siguri është përdorur nga vetë Tito, pjesa e banjës, pjesa e dytë e qëndrimit, divani, mini bari i gjithi i gatshëm, këtu duhet jetë sërish WC-ja, pjesa e fundit për shplodhje, dyert e tjera të emergjencës. Ky avion u përdor për 25 vjet nga kreu i Jugosllavisë asaj kohe, prodhim amerikan, derisa u zëvendësua më pas me një tjetër avion që Tito pothuajse e përdori shumë pak, sepse në maj vitit 1980 ai ndroi jetë. Ky është aeroporti, edhe kjo është pjesa e hangar Sieben, pjesa e jashtme që mund shihet. Këtu janë fluturimet dhe kjo është pjesa e dytë e hangarit, sikur se thash ku ndodhen disa prej relikeve kryesore. Nga hangar Sieben, muzeu më i veçantë që i këtij lloji në Austri, në Salzburg.